Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i është drejtuar zyrtarisht SPAK dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve me një kërkesë për të lejuar zhvillimin e një takimi zyrtar me përfaqësuesit e Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës gjatë vizitës së tyre në Shqipëri nga data 17 deri në 19 nëntor 2025. Monitoruesit e Këshillit të Evropës do të vinë me një mision në Tiranë. Në kërkesën e tij, Velia i thekson se vizita e delegacionit zhvillohet në kuadër të misionit të monitorimit të Kongresit për respektimin e parimeve të demokracisë vendore dhe qeverisjes së mirë në vendet anëtare të Këshillit të Evropës. Ai kërkon që përfaqësuesve të Kongresit të mundsohet takimi me të në ambientet e burgut të Durrësit, ku aktualisht ndodhet, për të informuar mbi situatën e tij ligjore dhe institucionale. Sipas Veliajt, ky takim do të shërbejë për të sqaruar respektimin e të drejtave të tij si i ndaluar dhe si funksionar publik në përputhje me nenet 6 dhe 8 të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut, që garantojnë të drejtën për komunikim dhe përfaqësim. Qëllimi i këtij takimi është të sigurojë transparencë, komunikim të drejtë për drejtë dhe informim të saktë mbi situatën time ligjore, statusin tim institucional si kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe respektimin e të drejtave të mia si i ndaluar, në përputhje me detyrimet që rrjedhin nga Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut, veçanërisht nenet 6 dhe 8, që garantojnë të drejtën për komunikim dhe përfaqësim. Ju lutem të miratoni këtë kërkesë dhe të siguroni kushtet për zhvillimin e takimit gjatë vizitës së përmendur, thekson Veliaj në kërkesën drejtuar SPAK dhe Drejtorisë së Burgjeve.